Në pjesën kognitive. Në pjesën kognitive vjet re për shembull loja. Nuk është prezente loja simbolike në kohën e duhur. Në qoftë se fëmia duhet fillojë të luajë me makinën sipas funksionit të makinës, dhe jo të shikoj vetëm rrotat, kjo shfaqet shumë herë dhe prindi duhet të shqetësohet. Dhe në qoftë se loja ndodh në mënyrë të përsëritur, është ajo që themi që nuk ka fleksibilitet kognitiv. Pra fëmia nuk kalon dot mendimin e tij nga një situatë e lojës në një situatë tjetër dhe kognitivisht këtu kemi diçka që ndoshta na shqetëson. Përderisa ju si profesionist po konstatoni që fëmia nuk bën një lojë normale dhe fëmia bën një lëvizje të makinës në mënyrë të përsëritur ose mund të shikojë vetëm rrotat. Cili është shqetësimi juaj si profesionist dhe ku konstaton ky shqetësimi juaj? Të kuptova, po, e drejt pyetja. Në qoftë se fëmia luan në mënyrë të përsëritur, e theksoj në mënyrë të përsëritur, me këtë makinën duke lëvizur vetëm rrotat, pra nuk futet lodra në funksionin e saj, por kemi vetëm lëvizje të përsëritur. Kjo përsëritja e tham tregon atë mungesën e trurit të aftësisë më saktë për të zhvendosur mendimin më tej, që kjo makina në fund të fundit është makinë. Pra, si kognicion nuk jemi aty ku duhet, por mos vazhduar në një fazë pak më të rritur të fëmijës tek pjesa e lojës simbolike dhe imagjinare, ku makinën e ngarkojmë me zhavor, e kështu me radhë, pasi loja imagjinare në fundit ka një subjekt brenda që do të thotë ka një marrëdhënie. Është mënyra se si shikojmë tjetrin në lojë, se si e përfshim në lojë, si përfshihemi ne në shoqëri nëpërmjet lojës, sepse loja është një imitim i asaj se çfarë ndodh në shoqëri. Kështu që ngecja në një lojë të përsëritur për një kohë të gjatë është problematike në kuptimin që tregova.